Një smundje është një çrregullim neurozhvillimor, ku fëmijë është pak më ndryshe se të tjerët, me roli i logopedit tek fëmijët me autizëm është një rol kyç, ku i ndihmon për pjesën e të folurit, komunikimit dhe të gjuhës. Fëmija mu shpreh lirshëm, do të thotë edhe të fëmijët të cilët janë jo verbal, me punu me anë të gjeste, me anë të kartelave, me anë të teknikave të cilat i aplikon logopedi, më mundu me ndihmu pjesën sociale, do të thotë mu socializu fëmiju, dhe do të thotë me alternativa të ndryshme, të cilat i ndihmojnë atij në pjesën e të folurit dhe të gjuhës. E çka mundet me bë prindi në raste të tilla? Sepse seancat natyrisht që e kanë peshën e vetë dhe kanë rëndësinë e vetë, por që ndonjëherë ndoshta janë të pamjaftueshme nëse edhe prindi nuk aktivizohet me punu me fëmijën. Domethënë, çka mundet me bë prindi në rrethana të tilla, qoftë të çështja e shqiptimit të shkronjave, qoftë të çrregullime të ndryshme me të folën? Po mendon edhe nëse e ka dërgu te logopedi apo pa dërgu. Do të thonë i jep preferenca vetë logopedi. Si detyrë shtëpie, i tregon çka ke punu me fëmijën, cilat kanë qenë detyrat të cilat i ke bo, edhe ai me arrit me bo, do të thotë çdo ditë, sepse fëmijën e ka 24 orë prindi. Profesionisti mundohet m'ia dhon, do të thotë për çat kohën që ka m'ia dhon të gjitha detyrat me punu me të, me u angazhu, mirë po prindi e ka në shtëpi edhe prindi do të me punu intenzivisht me fëmijën edhe me i ndihmu, do të thotë, për me e hek këtë problem ose këtë çrregullim që të fëmijët e kanë. Sa janë bashkëpunues prind kosovar syne? Sa janë të gatshëm për bashkëpunim? Sa janë punëtor me fëmijët që kanë probleme? Po ndigjo tash koha ka ardhur shumë keq, të nditen janë në përpuna, edhe në mbrëmje takon me fëmijët e tyre. Një shumicë e prindërve janë bashkëpunues. Do të thotë, unë mendoj që ka prind që bashkëpunojnë, po ndonjëherë ka edhe ndonjë prind që e bën rrafsh po te në shpejt nuk e din se a bashkëpunon me fëmijët vet ajo. Kur vjen e sheh rezultatin te fëmia, e sheh ka punu, s'ka punu, me njëherë e vren fëmin.